Nga jashtë duket si një objekt i braktisur, por brenda gjurmët flasin ndryshe. Shiringa të përdorur, mbetje të ndryshme dhe hapësira të shndruara në stre për persona që dyshohet se konsumojnë substanca narkotike. Kjo është pamja e një objekti të pabanuar në lagjen Dardania në Prishtinë, i cili prej kohësh po shqetëson banorët e zonës. Edhe pse në hyrje është vendosur një tabelë paralajmëruese që njofton se hapësira monitorohet me kamera sigurie, kjo nuk po i pengon personat të hyjnë dhe të qëndrojnë brenda. Ndodhem në lagjen Dardania në Prishtinë, në një objekt të pabanuar, i cili po përdoret nga narkomanët për të marrë lëndë narkotike. Ky objekt ndodhet afër shkollës Dardania dhe një qerdhjeje publike. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse. Ata thonë se situata ka dalë jashtë kontrollit. Sipas tyre, persona që dyshohen se përdorin substanca narkotike hyjnë dhe dalin vazhdimisht nga objekti. Ata shprehen të shqetësuar edhe për sigurinë e fëmijëve, të cilët kalojnë çdo ditë në këtë rrugë. Është e vërtetë që këto është shumë rrezik edhe për fëmijët, edhe për neve si banorë të lagjës. Për shembull, këto është edhe qerdhja publike, edhe shkolla fillore është shumë rrezik për fëmijët. Vinë persona të ndryshëm, e marrin droga. Kemi shumë probleme me ta, me zhurma, me jena në hall, nuk e di çfarë më bëj. Banorët kërkojnë që objekti të mbyllet ose të sigurohet sa më parë. Ata thonë se hapësirat nuk duhet të shfrytëzohen për aktivitete të palegjshme. Sipas tyre, vetëm një ndërhyrje e institucioneve mund ta rikthejë sigurinë në këtë pjesë të lagjes. Shkojmë me kronikën e fundit, e cila vjen nga adresa